Futbollisti nga Prishtina Agim Zeka ka nënshkruar kontratë për 4 vjet e gjysmë me skuadrën e njohur franceze Lille dhe qysh në paraqitjen e parë për të rinj të kësaj skuadre, realizoi 2 gola të bukur. Nga shitja e Zekës, Skënderbeu ka përfituar 300.000 euro dhe do të përfitojë pas çdo shitjeje tjetër, pasi posedon 20% të kartonit të futbollistit kosovar. E klubi i Prishtinës, ku sulmuesi i talentuar kaloi në për të gjitha grup moshat, nuk ka përfituar asnjë cent deri më tani, pasi nuk i kishte ofruar kontratë në kohën kur Zeka vlerësohej si talent i madh nga trajnerët. Në një prononcim për Tribuna Channel, trajneri i cili ka punuar me Zekën të Prishtina, Gazmend Haliti, fajson udhëheqësit e klubit kryeqytetas. Gjitha grup moshat i ka kaluar Agim Zeka në klubin futbollistik Prishtina dhe unë kam punuar te grup mosha U15. Kom pas fatin me punu me një futbollist shumë të talentuar, shumë të disciplinuar, që ka dëshmojnë edhe me rezultatet me atë grup mosh. Më pas ka kalu te grup mosha U17. Edhe aty prej grup moshës U17 ka punu me trajnerin Kushtrim Munishi. Ka punu dhe në momentin kur u dasht me kalu te grup mosha U19 dhe ka kalu te skuadra e Kekut për 6 muaj dhe u kthy prapë te Prishtina. E aty kanë qenë ato pakënaqësitë e tina që nuk u vlerësu, na mendojna. Sa e ka pranuar me në shku kontratën, që ka dëshmitarë dhe prindit tina, mirë po Prishtina nuk e di, a nuk na ka besu trenerave, apo nuk e di arsyet pse nuk e ka nënshkruar kontratën me një futbollist shumë të talentuar. Haliti tregon edhe arsyeën e largimit të Zekës nga Prishtina. Po ndoshta tjetër kush i ka vlerësue, edhe ato transfere që ka vështirë, ndoshta nuk kanë qenë qëllume tash, nuk po them që i kanë marrë me njëfsh. Mirë po, ky ka qenë talent i propozuar prej trenerave, edhe qarë dëshmitarë dhe prindit tina, dhe mundi me bisedue, edhe ky nuk është vlerësuar nga Prishtina në atë kohë. Nuk e di kush ka qenë trajneri i ekipës parë, që nuk ju ka ofruar kontratë dhe kjo pakënaqësi ka lindë dhe ai u largu për Prishtinës. Në anën tjetër, përgjegjësi për të gjitha aktivitetet sportive të Prishtina Afrim Muqiqi, nëpërmjet telefonit ka fajsuar trajnerët që kanë punuar me Agim Zekën, që nuk e kanë ofruar te klubi për të nënshkruar kontratë. Edhe disa trajnerë të tjerë që nuk janë mobilit e FC Prishtinës, të talim gjithë, nuk kanë punu në mënyrë profesionale dhe nuk kanë qenë trajnerë të mirë që ka kontribu për klub, për ata nuk janë mobilit e Prishtinës. E para. Përsa e dyta, që e përket ati futbol, ne si kryesi, normalisht që nuk merren me talenta, sepse trajnerët janë paguar, të marrë me na informu neve që talenti XY ose në këtë rast ky djalosh është dashur Gazmend Haliti në atë kohë së bashku me Kushtrim Munishi Kollarin që thjesht na bin në klub që ta shtim djalin në kontratë, domethënë ta obligojmë me klubin futbollistin klubin e kontratë. Mirë, po një gjë të tillë nuk e kam bërë sepse jem mësuar që të përfitojnë për veten e tyre personale, kështu që le të jetë ndërgjegjjen e tyre. Muqiqi thotë se nuk do të dorëzohen dhe do të nisin procedurat ligjore që Prishtina të marrë atë që meriton si klub i origjinës Agim Zekës. Mirë, po ne kemi edhe tjera ligjore, me të cilat do të fton deri në fund sepse ai ka qenë fëmijë i Prishtinës, edhe kështu që shohim bazë rregullore dhe konform rregullave të UEFA-s dhe FIFA-s, normalisht do të kërkojnë normalisht edhe ato që ata kanë në Prishtinë. E sa i përket akuzës së Afrim Muqiqit, Gazmend Haliti ka një porosi për nën kryetarin e Prishtinës. Afrim Muqiqit i tregoj që unë kam punuar profesionalisht në Prishtinë, i diraj shumë mirë. Edhe dhe që kam punuar me gjithë talentat, domethënë, edhe nuk kam bërë as dallim as kur gjë, kam punuar me talenta. Maksimalisht jam angazhu, jam shkolluar jashtë, i diraj shumë mirë, domethënë, jam një jashtë Prishtinës që më kanë ndihmuar në disa forma. Edhe unë gjithmonë ja kam propozuar talentat, edhe arsyeja pse ata, domethënë, nuk i nënshkruajnë kontratat me ta që i propozojnë trenerat, nuk e di. Ose ju besojnë dikujt tjetër, nuk e di. Kujt e ka marrë këto informata që ky nuk është talent. Por të gjitha dilemat për mikrofonin e Tribuna Channel i heq babai i Agim Zekës, Salihu. Ai thotë se Prishtina nuk i ka ofruar kontratë ani pse i ka kaluar të gjitha kategoritë e klubi kryeqytetas. Agimi që është në moshën 6 vjeçar ka filluar hapet e parë në klubin e Prishtinës. Qysh nga fatosat, te pionerët, te kadet, edhe më në fund ka lëtë tek ekipi i Kekut. Me qenë se ato kanë dhënë kontributin më të madh. Rabeta Ahmeti, Gazmend Haliti, Kushtrim Munishi, cilit i falenderoj shumë, që kanë pa talentin e Agimit, e të në mënyrat jenë mundu që këtë gjarë me ngrit. Sa i përket ka ona e stafit Prishtinës,
Ato nuk di që kanë qenë ato para gollësinë e tyne, sikur se ka njoft Agimin. Agimi qysh në atë kohë, qysh me u 16 metra ka qenë pjesë e kombëtarëve Shqipërisë. Prishtina s'ka pas njëri as pak. Me u 7 metra gjithashtu nuk ka pas kush fal njëri s'ka pas. Salih Zeka ndihet i lumtur dhe falenderon menaxherin Shkumbin Çarmehmetin dhe trajnerët që kanë punuar me djalin e tij. Jem të gëzuar shumë, duke i falenderuar pikëpari Shkumbin Çarmehmetin, i menaxherit shumë i njohur për bërë popullin shqiptar. Mendimin e tina, Agimi edhe kaloi te Lille. E për suksesin e Agim Zekës, babai i tij thot se ka investuar shumë, por investimet ju kanë shpërblyer në fund. Kena investu si prind dhe momentin e fundit që kam pas mundësitë e mia. Si ka ona veshmbathjes, si ka ona transporti që kanë qenë disa herë në vizita në Shqipëri, në Maqedoni, që besa Agimi ka marrë pjesë edhe në një turne në Lucern, që ka qenë me përgjegjës, ka qenë gazi disa talentëve, që ti ka marrë pjesë me grupin e Prishtinës, që kanë treguar ka shumë sukses të mirë. Agim Zeka u rrit te Prishtina si futbollist, e cila e njohoi talentin e tij. Pastaj kaloi për 6 muaj te Keku, prej nga u largua drejt Shqipërisë të skuadra e madhe Skënderbeu. Fal paraqitjeve fantastike me kombëtarën shqiptare U19 duke shënuar 2 gole ndaj Gjermanisë, Zeka ra në sytë e menaxherëve të njohur evropian dhe përfundoi te skuadra e Lillit në Francë, me të cilën nënshkroi kontratë 4 vite e gjysmë. Zeka është 18 vjeçar, luan në pozitën e mesfushorit sulmues dhe është edhe pjesë e kombëtarës shqiptare U19.